Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatët qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin dhe rum, nëse lexojmë Kur'anin, Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an në shumë vende në nëzit për të bo punë të mira, dhe në shumë vende tjera në largon prej punëve të këqija. Na urdhënon që të largohemi prej cilësive të cilët u ngjajnë munafikëve. Sepse Allahu Gjeleshanu në Kur'an ka përmend cilësit e besimtarit vërtet, ka përmend cilësit e pabesimtarve të vërtet, po ka përmend edhe cilësit e munafikve, të cilët jetojnë mesin e muslimanve kinë se musliman, a zemrën e kajnë si pabesimtar. Allahu Gjeleshanu në një sure prej sureve të shkurtra, që quhet surja Maun, apo e rejte ledhi u kedhibu biddin. Në këtë sure gjematin dërshëm, Allahu Gjeleshanuhu i kritikon 4 cilësi të munafikve. Dhe është interesante, në tefsirin e Fahrudin e Razit, thot këto 4 cilësi të cilët Allahu Gjeleshanuhu i kritikon në surën Maun, na tregon të kundërtën e tyne që duhet ta veprojmë në surën Kauthar. A surja Maun dhe surja Kauthar janë njëna mbas tjetrës në musaf, ama nuk janë njëna mbas tjetra të shpallura. Do thotë ka distancë kohore, njerë u ka shpall kjo sure, njerë tjetra, a në musaf janë njëna mbas tjetrës. E në musaf të rejtë e ledhi 4 cilësi të munafikve Allahu Gjeleshanuhu i kritikon, a në surën Kauthar Allahu Gjeleshanuhu që të 4 cilësi i kërkon t'i përmirësojmë. Dhe çka thot Allahu Gjeleshanuhu në surën Maun, një prej ajetëve thot jedu ul jetim, pra si cilësi e munafikve, thot e refuzon thot jetimin, e përbuz jetimin, e largon me të keq jetimin, pra nuk e përfillën jetimin, se merr në dorë. Dhe kjo si cilësi e keqe, Allahu Gjeleshanuhu kur thot në surën Maun, jedu ul jetim, se munafikët e përbuzin jetimin, ka në tjetër e korrigjon këtë cilësi të një besimtar dhe lyp që ta rregullojë këtë cilësi. Çka thot në surën Kauthar? Thot inna a'tayna kel Kauthar. Ne thot kemi dhënë ty shumë të mira. Pra mëse përbuz jetimin se të kemi dhënë plot mira, pse frikësh apo të harxhohet? Nëse ndihmon një jetim, pse ke frikë? Prej çka të frikohesh? Ti ke lind këtë dynja pa kur gjë. Krejt shka i kje ti ka dhonë Allahu, pse frikësh? Shka i kje dertin e humbjes të pasunis, apo të paksimit pasunis, kur ti ke dalë në këtë dunja pa kur gjo. Krejt Allahu ti ka dhonë. E tash ti e përbuz jetimin, a ne thot Allahu të kemi dhonë shumë të mira. E dyta, shka kritikohet? Thot e ledhine hum ansalatihim sahun. Thot janë thot të pakujdeshëm të namazi i tyne. Pra munafikët janë të pakujdesshëm në namazin e tyne. Nuk i vënë mendën ta ruaj namazin, mos i hike namazin. Kjo pra është ajet e surja Maun. Po të Kauthar çka thot? Fesalli, Allahu thot falu. Pra te surja Maun e kritikon si cilësi të munafikëve, të cilët nuk e kanë der ta ruaj namazin se po i hikën. A te surja Kauthar Allahu thot fesalli, thot falu, fale pra namazin. Cilësia e tretë që kritikohet në surën Maun, thot elledhine hum yuraun, ata munafikët edhe kur falen, nuk e falen për Allahun, po për ka e falen? E falen, thot yuraun, që ti shohën njerëzit, që njerëzit thujnë, a ki në muslimani mirë ka unë, a ki u falka, ki e bojka namazin, ama nuk e ka njetin për Allah, ki e ka njetin për të pa, për të duk para tjerve, për reklama. Nuk e ka njetin e pastër. E çka thot Allahu Gjeleshanuhu për ta përmirësu këtë cilësi? Fesali, çka thot Allahu Gjeleshanuhu mbas kësaj fjale? Li rabbike. Pra të ina atajna, thot fesali li rabbike. Falu, po jo vetëm të falësh, se ne munafiki falët. Edhe një pabesimtar me hiqë këtu në xhami për hatër neve ndoshta të falët. Ama për ka duhet ta boje namazin? Li rabbike, për Allahun. E kur ta boje për Allahun, atëhere ka bo punën e mirë. Ama vetëm pse u ka falë, a njetin se ka pas për Allah,
po e ka pas për të duk, prej ati namazi nuk ka kur gjanë xhamatin dashëm. Dhe cilësinë e katërt, të cilën Allahu xhaleshanuhu e kritikon te Maun dhe e korrigjon te Kauther, është ajeti wa yamna'un al-ma'un. Dhe thot nuk e japin munafiqët as sendin më të vogël, as një send të im nuk e ep. E keni pa disa xhamaton gjendje ta fuge, ama s'ja ep dikujt. Po epeve se ki mall do të prishet, nuk o të ndet, nuk o të shku. Ti nëse e mba hala, ti ajo do prishet e nuk shitet. Jo, deri në fund bëhet për të fuk, ama nuk ja u jep njerëzive, po jepe se nuk e merr me vetin vorr. E jep, do thot kjo është cilësia e besimtarit. E çka tha Allahu xhaleshanu për ta korrigju? Wanhar, besimtari therrën, bën kurban. Për ka e banat që ta ndihmoje tjetri. Munafiki, wa yamna'un al-ma'un. Munafiki asendin matim nuk e. A besimtari wanhar pret, e në atë nishin nuk e bën që ta haje vet, po ju jep tjerëve. Shumë xhamat, Allahu xhaleshanu si i ka lidh njënën sure me tjetrën sure. Edhe pse këto sure nuk janë shpall njëna mbas tjetrës. Edhe pse këto sure kanë distancë kohore në mes tyne, po Allahu e ka bërë që të radhitën Kur'an njëna mbas tjetrës. E ta shka shohëm këtu, te surja Maun kritikohen cilësitë e munafikëve, në surën Kauther lypën Allahu xhaleshanu që ato cilësit i përmirësojmë. Dhe kështu e komenton Fahrudin Razi në koment të surës Inna Atajna. Po pse zbriti kjo surja Inna Atajna? Kjo surë xhamat ka zbrit në kohën kur pejgamberit alayhis salam i vdishin fëmijët. Keni parasysh pejgamberi alayhis salam xhamat ka pas 7 fëmijë. Prej këtyre fëmijëve ka pas 4 vajza dhe 3 i pa djem. Dhe krejt këto fëmijë përpos Fatimës që ishte fëmia më i vogël, vetëm Fatimja jetoi mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam edhe 6 muaj, jo shumë. A këto 6 fëmijë tjerë, këto 6 fëmijë i vdiqën pejgamberit alayhis salam tek gjallaj. Dhe vetë me dorën e vet i ka vorros 6 fëmijë vet, 3 djem dhe 3 vajza. Dhe kur i vdishin fëmijët pejgamberit alayhis salam, pa besimtarët u gëzofshin, kafirët u gëzofshin xhamat. Ata thoshin leje miro puna. Me si vdesin fëmijët Muhamedit alayhis salam, kimo nuk ka kush ta trashëgoje këtë punën e këtij, se këta xhamat e mendojshin fenë islame si një post politik. Ja, do vije dikush mbret, edhe djalon e djalit. Ai do bëhet pastaj mbret, djalon e djalit vet. Po mes me pas kërkant, humbën pushteti, përfundon dinastia, dhe kështu ata e mendojshin. Dhe një prej atyne ishte As ibn Waili, dhe ky u tha atyne kurejshve tjerë, tha, pse mirëni tha me Muhamedin alayhis salam çka shumë? Tha, mos u mirëni tha ka shumë. Linja tha sa ti tha i vdesin fëmijët. Dhe ai nuk ka fëmijë që do ta trashëgojë rrugën e atij. Dhe kur ti vdesin thot fëmijët Muhamedit alayhis salam, edhe ai në fund do vdese e nuk ka kush ta vazhdojë atë rrugën e atij. Muhamedi tha është epter. Epter i kanë thonë një personi që s'ka fëmijë. Një personit që nuk ka kush ta trashëgoje. Do thot vdes edhe mos le kërkandin mbas veti. Kësa i kanë thonë ato epter. E Allahu xhaleshanuhu çka i thot? Inna shaniyaka huwa al-abtar. Armiku jot është farsosët. Ai armiku jot është që do të i humbe tragi atij, e jo ti. Muhamedi sot e kësaj dite xhamat, 2 miliard njerëz në botë e përmendin emrin Muhammed. Çdo minare në dynjat Zoti që ekziston sot thirrën ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Thirr dhe e përmend emrin e Muhamedit alayhis salam. A përmendet dikundi sot emri i As ibn Wailit vetëm për të keq po? Ama ka dikush që e ka trashëguar rrugën e atij? A ka dikush që e hecën politikën e Abu Jehlit e Abu Lehebit? Kam vdek me kakejt, edhe pse ata kishin shumë fëmijë. E pejgamberi alayhis salam s'pa djem, po pat musliman të shëndosh, që sot e kësaj dite janë gjendje ta japin jetën për ta mbrojt derin e Muhamedit alayhis salam. Allahu xhaleshanu i tregoi se ata janë bashkë ajo çka thonë ty epter, bash ata janë epter. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Armiqt e tu janë epter. Ata janë që nuk do të ketë kush ta trashëgojë rrugën e tyne. A ti do të kish diçka të madhe.
Inna a'tajna kel kauthar, ne të kemi dhanë ty diçka shumë të madhe. E xhamati ndershëm, çka ka më të madhe se ummeti pejgamberit alayhis salam? Që kur dalim ditën e gjykimit, thot pejgamberi alayhis salam, thot vinni pejgamber, thot me 5 veta. Veç 5 veta kanë qenë musliman. Vin thot një pejgamber tjetër, thot me 10 veta. Vin një tjetër një pejgamber, thot me një njeri. E thot dëkese dhe pejgamber që vin vet as një se kanë ndjek. Edhe Allahu xheleshanu kur të vjen Muhamedi alayhis salam, thot shiko, thot në horizont atje. Një grumbull, thot një pjesë e madhe njerëzimi, shumë njerëzim, miliarda. Thot e që kjo është ummeti jot. E kur dëkese pejgamber të cilët do dalin me 3 veta, me 5 veta, Muhamedi alayhis salam kur do dale para tjerëve, do dale me një ummet miliarda që e kanë ndjek. Vetë sot çka jemi gjallë 2 miliard, vetë sot. Po sa ka pas e sa do të kese musliman. E krejt këto miliarda kur do dalin aty, Muhamedi alayhis salam dhe se krenar me nëse shife gjithë këtë ummet. E kjo është ajo inna a'tajna kel kauthar, ne të kemi dhanë ty shumë të mira. E kauthar shumic, ku ka ma shumic se ummeti Muhamedit alayhis salam. Allahu xheleshanu është interesante se pejgamberit alayhis salam i vdishin fëmijët, Allah i thot ne të kemi dhanë ty shumë të mira. Si mundet pejgamberit i vdesin fëmijët, Allah i thot ne të kemi dhanë ty shumë të mira? Çka na jep të kuptojmë kjo? Kjo xhamat na jep të kuptojmë se nëse na ndodh një e keqe, mos mendojmë se i kemi hub këta të mirat. Se dikujt kur i vdes një evlat, edhe ai është ndjenjë dalë pi feje, i luan mendja, au çka u bën? Ku më gjet Zoti bashmu, neudhu billah. Po pse kur të vinë të mirat nuk thot ku më gjet Zoti bashmu? Kur të erthaj tenderin 1 milion ku, pse nuk thaje o Zot ku më gjet bashmu të mi çesh milionët? O Zot shifsa i shëndosh jom, ku e gjet bashmu të më bësh mos shkojnë doktor kur një herë? Ama jo, kur kemi të mira nuk themi o Zot ku më gjet bashmu. Ma kur na ndodh një problem, po pse be bashkë unë gjithë të njerëzi? Ti e ke pas ata heksh. Dhe hekët e tua nuk i hek dikush tjetër. Dhe xhamat, nëse na ndodh pra një e keqe, mos mendojmë se na kanë ardhur këtë këqijet. Të ka ndodh një e keqe, ama kje me qindra e mija e miliona të mira tjera, që ndoshta edhe me nis ti njehish së ndalë shumë fund. Pra Allahu na thot, inna a'tajna kel kauthar, pra Allahu thot kemi dhënë shumë të mira. E krejt këtyne të mirave xhamat duhet ju themi elhamdulillah, ta shohëm botën me sy pozitiv, se kia jetë na nxitën të shohëm sendet pozitivisht, edhe nëse në jetë na ndodh një fatkesi, shohëm se kemi ka ana tjetër shumë të mira, si tha pejgamberi alayhis salam, mos shiko thot ato çka janë më mirë se ti, po shiko ata të cilët janë më keq se ti. Kur ti jesh në kam, mos e shiko atë çka hes me vetur të shtrenjtë, po shikoje ai që ka mbet në kulic pa kam hiç. Se nëse ne xhamat hecim kam dhe i shikojmë ato me vetura, fillojmë dëshprofmi dhe themi si beja ja ket me limuzina unë në kam heci. Po, ama i kje kamët. A dikushi është në kolic, aja s'kamët si ka. E nëse e shikon këtë, dhe ja u di shiqirin kam vetuja. Po, dhe thot, kur dhe shosh dikonin pa kam, atër dhe thush, elhamdulillah, unë e berem i kom kamët, kisi pas ka as kamët. A i ndoshta ka vetur, ama ka ma kese unë që dikushi s'ka as kam për të hec. E xhamat këtë mënyrë, duhet të shikojmë edhe njerëzit që kajnë ma pak se ne, e jo vetëm ata që kanë ma shumë, se nëse i shikojmë vetëm ata që kanë ma shumë, dëshprofmi. Po kur të shikojmë edhe ata që janë ma keq se ne, atëherë do të jemi në balans të jetës, dhe balansi i jetës gjehet vetëm kur i shikojmë të di anët e jo vetëm njënën anë. E kështu xhamat, do thotë në këtë mënyrë që dim ta falenderojmë Allahun xheleshanuhu për çdo të mirë që na e ka dhënë në jetën tonë, dhe vazhdimisht Allahun ta falenderojmë për krejta mirësitë që i di, po edhe ata që nuk i dim, po Allahu na i ka thënë edhe ne i shfrytëzojmë ato të mira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.